Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja cili është i fejuari që e pret Eglin jashtë. Egli Tako kur në jetën e saj publike nuk ka qenë më e përfolur dhe më në qendër të vëmendjes së sa tani. Ajo ka jetuar një periudhë intensive brenda shtëpisë më të famshme, me ulje ngritje nga më të ndryshmet. Por si është jeta e Eglit jashtë shtëpisë? Me sa duket, ajo ka një dashuri të vërtetë. Dashuria e saj është për Maçokun. Maçoku i Eglit është ai që në të vërtetë po e pret Eglin jashtë. Në faqen e saj në Instagram, Egli e poston shumë shpesh Maçokun, të cilin e quan King.